Prandaj edhe zyrtarisht unë tash i adresoj Hafazit edhe kontratën e punës. Edhe njëherë nga zemra i dëshiroj gjithë mirët punë të mbarë. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kurse tani ftoj sërish hoxhën e xhamisë El Hidaye Mehas Efendi Aliun që ta bëj edhe betimin me rastin e pranimit të detyrës imam në xhamin El Hidaye. Urdhëroni hoxhë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Unë me has Ali, imam I bashkësisë Islame El Hidaye në Satkanin të Zvicrës. Betohem në Allahun të lësharë të plot fuqishëm që më shiruës se në përpikri do t'i realizoj obligimet e mija në pëlqim me mësimet dhe traditën të Islamit. Do të angazhohem për realizim të plot të statusit të bashkësisë Islame El Hidaye, si dhe të akteve të tjera normative. Pa rezervë do t'jap kontribut për ruajtjen dhe për përforcimin e unitetit të kësaj xhamie, si dhe në humanizimin e marrëdhënieve të këtij xhamati. Wallahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa